Do të ndalemi në një tjetër temë të dashurisë dhe do të flasim për ditën ndërkombëtare të punëtorëve dhe unë sot i çela një sondazh në programin tim në radio që ishim në krye të detyrës dhe pyeta dëgjuesin sepse fokusi ishte tek puna e denj edhe tek të punësuarit në mënyrë të sigurt edhe i pyeta dëgjuesit se janë ndihen të sigurt në punën ku janë aktualisht dhe rezultoi që 59% votuan që po jemi të sigurt dhe 41% të pasigurt. Pasigurt që nga siguracionet, që nga vlerësimi në punë e shumë faktorë të tjerë të cilat janë në fokus të organizatave të ndryshme, OKB-ja, organizata ndërkombëtare e punës e tjera me radhë që sjellin pikërisht në vëmendje punësimin e denj. Por nëse zbresim realitetin shqiptar, çfarë do të thonë këto shifra në këtë sondazh? Por nga ana tjetër, meqense jemi në prag zgjedhjesh, forcat politike e kanë pjesë të programit të tyre mirëfilli, jo të kaluar ashtu tangent, por të mirë menduar. Ne do të diskutojmë pas pak me të ftuarit, pasi të kemi ndjekur këtë insert. Puna e denj është një koncept i miratuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës dhe OKB, që nuk kupton jo vetëm të kesh një punë, por të jesh i punësuar në mënyrë të sigurt, me të ardhurat të mjaftueshme, me mbrojtje sociale, të drejta të garantuara dhe pjesëmarrje në dialogun social. Kto janë 4 shtyllat kryesore: punësim, mbrojtja sociale, të drejtat e punëtorëve dhe dialogu social. Në zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025, 5 parti politike në Shqipëri, Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Bashk, Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia, kanë përfshirë në programet e tyre tema të lidhura me punësimin dhe mirëqenien sociale, por jo gjithmonë në mënyrë të plotë. Partia Socialiste fokusohet në rritjen e pagave dhe pensioneve, me vëmendje të veçantë ndaj administratës publike, ndërsa Partia Demokratike lidh punësimin me rritjen ekonomike dhe me uljen e taksave, pa ndaluar të drejtat kryesore të punëtorëve. Partitë e djatha të reja, Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia, japin më shumë rëndësi klimës dhe sipërmarrjes dhe nuk trajtojnë fare dialogun social apo të drejtat e punëtorëve. Në përfundim, puna e denj mbetet një koncept ende i paplotësuar. Për ta bërë realitet, kërkohet jo vetëm vullnet politik, por edhe kuptimi i thellë i asaj që do të thotë të punosh me dinjitet. Punosh edhe të punosh me dinjitet është shumë e rëndësishme, por sa në fakt ndodh kjo në Shqipëri edhe lidhur me të gjithë këtë, do kemi mundësi që të flasim me panelin që kemi sot në studio. Kam kënaqësinë që të kem pedagogun dhe ekspertin e komunikimit, zotin Zyluftar Bregu. Kënaqësi, mirë se vjen. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Si sa ervi. Kënaqësi dhe për ne. Zoti Edison Hoxha, drejtori ekzekutiv Qendra për të Drejtat në Punë, mirë se vjen. Kënaqësi që jeni sot. Faleminderit. Mirë se erdhe. Dhe avokati, koordinatori kombëtar i Unionit të Sindikatave, Kondi Ilia, përshëndetje. Kënaqësi që jeni sot këtu me ne për të folur edhe për të sjelljuar më tej këtë çështje që besoj për të gjithë ne ka rëndësi. Profesor, nisim bashkë për të kuptuar diçka më shumë rreth këtij studimi. Pse pikërisht në këtë moment dhe cilat ishin rezultatet e tij? A kemi ne si popull, si shoqëri, njohuri mjaftueshëm për sa i përket punësimit të denj? Pse ky studim tani? Për shkak se konteksti është i tillë. Organizata drejtorisë cilës është këtu do që të shikoj se sa ky koncept i përcaktuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës është i përfshirë qoftë në programet zyrtare të partive politike, qoftë në ligjërimin e tyre publik të përditshëm. Ideja është që të ndikohet që këto parti politike që synojnë të marrin pushtetin ta përfshihin konceptin e punës së denj të plot në programet e tyre dhe ta implementojnë në 4 vitet e ardhshme. Kjo është ideja, të konstatohet njëherë ku janë dhe pastaj të mundet të ndikohet që të përfshihet ky koncept. Profesor, çfarë do të thotë punësimi i denj, sepse partitë politike në këto 35 vite pluralizëm paktën gjithmonë e ka patur në fokus punë dhe do të rrisim rroga, do të rrisim pensionet, por në thelb kur flasim për punën e denj, çfarë nuk kuptojmë? Puna e denj ka 4 vektorë që përfshin punësimin, që është aja e gjës, imperativi i jetës për secilin, por përveç punësimit shtohet ajo pjesa e denj që lidhet me mbrojtjen sociale, por që lidhet edhe me dialogun që vetë punëtorë, që sindikatat duhet kenë për të konsideruar, por dhe për të parë të drejtat e punëtorëve. Pra janë disa vektorë dhe siç e thatë ju me të drejtë, kryesisht partitë politike në Shqipëri fokusohen vetëm te koncepti, te vektori parë që është punësimi dhe mbrojtja sociale për disi,
ndërsa dialogu, për shembull dialogu social nuk përfshihet fare dhe kjo. Si ta kuptojmë këtë, sepse ishte një nga pikat që me thënë drejtën ndoshta nuk e lidha shumë mirë teksa e lexova studimin. Pra, dialogu çfarë do të thotë? Ideja është të merret në konsiderat sindikatat, grupimet e punëtorëve, punëtorët vetë, etj. Pra, kjo është ajo pjesa e dinjitetshme. Kryesisht partitë politike merren me konceptin e parë, siç thash, punësimi dhe mbrojtja sociale dhe kryesisht me administratën publike. Ndërkohë që një pjesë e madhe e punëtorëve që janë në struktura private, të biznesit privat, lihen pak jashtë fokusit dhe sigurisht gjërat janë të lidhura, meqense lihen jashtë fokusit edhe shkeljet më të mëdha janë në këtë sektorin privat. Zoti Hoxha, partitë politike e kuptuam se çfarë ofrojnë dhe ku e kanë synimin e tyre. Por në fakt, qytetarët, ata të cilët kërkojnë një punë, a e kanë ata kulturën për të ditur se çfarë kërkojnë, cilat janë të drejtat e tyre, nëse shkojnë të drejtohen në një vend për të punësuar, të dinë vërtet arsyen pse shkojnë, çfarë do të bëjnë, atë çfarë duhet i kërkojnë ndoshta e prorit të tyre. Si është kjo kultura jonë e përgjithshme në lidhje me dijen që kemi për punën? Edhe punën e denjë, pra, edhe të drejtat tona. Faleminderit për mundësinë dhe pavarësisht ndryshimeve pozitive që kanë në informacionin që kanë punonjës të profesioneve të ndryshme, sa i përket kushteve të punës, pagave dhe të tjerë që është në rritje. Informacioni tyre ka ardhur në rritje për shkak që nga më të ndryshmet, përsëri mbetet shumë i mangët. Ka shumë sektor, edhe sektor le të themi intelektualësh, ku themi mësuesit, pedagogët e tjerë, ku nëse shkon atje dhe diskuton për pagat, për kushtet e punës, mënyrën e organizimit punonjësve të tjerë, nuk e kanë informacionin. Ashtu si që tha tashmë që çfarë është dialogu social. Dialogu social është instrumenti më i rëndësishëm i punonjësve dhe sindikatave për të përmirësuar drejtat e tyre në punë. Dhe unë po e konkretizoj me një rast siç jemi në një televizion dhe në momentin që diskutohet çështja e pagave, do duhet që punonjësit nëpërmjet përfaqësisë të tyre që kanë, që mund të jetë një sindikat, por mund të jetë edhe një grupim jo i formalizuar, por është një përfaqësi autorizuar nga gjithë kolektivi i punonjësve të RTS-s, diskuton me menaxhimin e RTS-s për çështjen e pagave. Dhe drejtuesit e televizionit thrasin përfaqësinë e punonjësve dhe dialogojnë në mënyrë të vazhdueshme. Edhe kur ata mendojnë që duhet të rrisin pagat, edhe kur ata mendojnë që ka nevojë për përmirësime të kushteve të punës, nga të dyja palët. Dhe ky diskutim i vazhdueshëm që bëhet nga këto kategori quhet dialog social. Ky është në disa nivele. Ky është niveli bazë, që është shumë i rëndësishëm. Ka pastaj nivel sektori që janë gjithë arsimtarët, dialogojnë, diskutojnë me, po themi me ministrin përkatëse. Ka pastaj nivel më të përgjithshëm që janë federata, konfederatat të përgjithshme që dialogojnë me qeverinë, me kryeministrin, me kuvendin, me partitë politike. Kjo ka të bëjë, prandaj është shumë i rëndësishëm dialogu social. Dhe nëse ne do ta shohim në rastin e Shqipërisë, në rastin ton, dialogu social jo që është i mangët, por është pothuajse në shumicën e rasteve inekzistent. I mangët sepse nuk ekziston apo nuk ka informacion? Formalisht ekziston, por praktikisht nuk funksionon. Nuk implementohet. Nuk implementohet, është ajo plaga e madhe që ne kemi, sa i përket kemi ligjet mira, po nuk i zbatojmë. Është një plagë që sigurisht ka ardhur në përmirësim, por përsëri jemi në një situatë po çfarë duhet bërë? Zoti Ilia, çfarë duhet bërë për ta këtë hallk, një nga hallkat më të rëndësishme, një nga 4 shtyllat, si mund ta ndërtojmë, si mund ta përmirësojmë? Mendoj që dialogu social vjen si rezultat i demokracisë së brendshme që duhet të ketë sindikata. Çdo të thotë kjo, që nëse një pjesë e konsiderueshme e sindikatave kanë kontrata kolektive, ndodh që punëmarrësi nuk njeh kush është përfaqësuesi i sindikatës. Pra që do të thotë këto kontrata kolektive nuk kanë antar aktiv, sepse nëse do të kishin antar aktiv, do të kishin një përfaqësues të tyre të denjë sindikalist, ai do bënte të gjitha përpjekjet dhe negociatat që këto të drejta që punëtorët kanë në vendin e punës, ti përcillte, ti adresonte, të negocionte me punëdhënësin, me institucionet, me organizatat ndërkombëtare. Pra, nuk ekziston demokracia e brendshme, që do të thotë janë krijuar në pjesën më të madhe në Shqipëri kontrata fiktive. Që do të thotë punëtorët paguajnë atë fin përkatëse, mirë por nuk njohin kush është përfaqësuesi i tyre sindikatës dhe si mbron të drejtat e tyre dhe nuk i adresojnë këto problematika tek
përfaqësuesi i sindikatës. Zoti Ilia, ka sindikata mjaftueshëm sot në Shqipëri, në institucione apo edhe në ndërmarrje të ndryshme? Edhe pse, sepse nuk dëgjojmë shumë. Pavarësisht se imazhi është sikur s'ka sindikata aktive, pa sindikata ka pothuaj pjesa më e madhe e tregut mbulohet nga sindikatat. Pra janë sindikatat. Dhe ne si Unioni i Sindikatave jemi në thonjza një pol i tretë i sindikalizmit, që ne jemi sindikata të reja, të cilat ishin të papërfaqësuara, dhe ne si Union në rangun federativ bëjmë një dialog social me këto sindikata dhe i përfaqësojmë ato kundrejt institucioneve, fuqizojmë kapacitetet e tyre, ju japim përvojë, rrisim këto kapacitete për të kuptuar çfarë është sindikalizmi në radhë parë, për të trajnuar lidera të sindikalizmit për të kërkuar të drejtat e tyre. Pra ka shumë sindikata dhe ne si poli tret bashkëpunojmë dhe me sindikatat e vjetra, patjetër, por shohim jo se e kërkojmë fajsin tek ata. Në një farë mënyrë ne duhet jemi të gjithë bashkë dhe bëjmë një thirrje edhe nëpërmjet këtij emisioni që të gjitha këto konfederata, sindikata duhet të jenë bashkë dhe të jenë aktive, sepse çelësi i sindikalizmit është të qenit aktiv të çdo punëtori. Pra, jo të ketë një kontratë kolektive, të paguajnë një kuotë caktuar punëtorët dhe ndërkohë nuk ka aktivitet sindikal. Dhe këto sindikata nuk na bashkuan ditën e sotme që ishte dita e 1 majit. Por ne nga viti në vit jemi rritur, jo se dua t'i bëj reklam punës së Unionit të Sindikatave, por realisht ne patëm një pjesëmarrje rreth 1000 antar sot, domethënë që dolën në shesh dhe të buan për të drejtat e tyre, si nga sektori punonjësve të shëndetësisë. Për çfarë të buan? Sektori, dhe kjo është shumë e rëndësishme, të dalësh të bosh është një gjë, por të dish sakt se për çfarë ngre zërin. Shumë e drejtë. Si pyetje, ne të buam përgjithsisht motivi i tubimit në këtë 1 maj ishte që për punëtorët cilët po largohen nga Shqipëria, dhe ky është një fakt, janë larguar mira punëtorë nga Shqipëria, për pagat e ulta që ata kanë këtu dhe çmimet, domethënë kemi paga të ulta si në Afrikë dhe ndërkohë çmimet janë si në Europën Perëndimore. Dhe po të shikosh, paga e një punëtori shqiptar nuk përballon absolutisht standardin dhe cilësinë. Ka ndryshuar, por jemi përballë këtij fakti dhe duhet ta pohojmë të gjë. Atëherë ky ishte leitmotivi i këtij tubimi. Për më tepër pastaj këtu na u bashkuan sektori i sindikata e pastrimit Elbasan dhe shumë sindikata të pastrimit në Shqipëri, u bashkuan punonjës nga bashki të ndryshme, të gjitha sindikatat që aderojnë pranë Unionit, punonjësit u solidarizuan me ne punonjësit e policisë së burgjeve, sindikata e naftës dhe e gazit, e sindikata tjera, Skoti, që është e operatorëve telefonik, dhe shumë sindikata të tjera. Pra, ka një qasje, le të themi, për të qenë aktiv më mirë nga vitet e tjera, por është kjo që thanë bashkëbiseduesit, parafolësit, që dialogu social lë shumë për të dëshiruar dhe unë do ta vendos pikën te demokracia e brendshme që duhet kenë sindikatat. Sindikatat duhet zhvillohen. Shumë e rëndësishme, por që duhet bërë akoma më shumë. Profesor, partitë politike në këtë periudhë fushate e kanë çuar pensionin që do të shkojë minimumi 200, mesatarja e rrogës 1000 euro, e tjera si këto. Po a mjaftojnë dhe çfarë nga gjetjet e studimit, çfarë kuptuat nga forcat politike, kush më shumë e kush më pak, cila ishte duke synuar, po themi, atë punësimin e denj? Një pjesë të gjërave gazetarja juaj ose ju e thatë në kronik dhe siç e thanë dhe kolegët, ka një lloj përmirësimi në trajtimin dinjitoz të punëtorit shqiptar. Dhe kjo ka ardhur për 2 arsye. Arsye e parë është gjithë ky erozion i punëtorëve për të ikur nga Shqipëria, pra i vuri punëdhënësit, punëmarrësit, quhen këta, i vuri punëmarrësit në një dilemë që duhet ta trajtojnë mirë punëtorin se ndryshe punëdhënësit, po më fal. Ndryshe ata ikin. Dhe arsyeja e dytë është një lloj presioni që ka bërë qeveria, duhet ta themi këtë gjë, për të formalizuar punën në biznesin privat, për të rritur deri diku atë nivelin e pagës minimale. Premtimet në këtë fushat janë goxha ambicioze.
pra kalimi i pagës mesatare 1.000, thot njëri 1.200, thot tjetri, rritja e pensioneve, etj. Të shohim a do t'i bëjnë këto gjëra, se në qoftë se do t'i bëjnë do jetë mirë, cilat janë, po themi, disa nga gjetjet e studimit, përgjithsisht premtimet njohin një kaje ideologjike të partive, një parti e majt e ka pak më të, e thekson pak më shumë këtë konceptin e punës denjë, sepse ka të qasjen sociale ndaj shoqërisë etj. Ndërsa pjesa e partive të djathta e shohin punën e denjë si një derivat të përmirësimit ekonomik, të fuqizimit të biznesit privat etj. Kjo është sa i përket aspektit privat, ndërsa sa i përket aspektit të administratës publike, kujdesi besoj që është pak a shumë i njëjtë në të dyja kajet politike. Nëse do të shohim literalisht konceptin e punës së denjë, asnjëra prej partive të mëdha nuk e ka të fokusuar në mënyrë të plot të katër ato vektorët që tham më herë, por e kanë në qasje të pjesshme. Pra konceptin e punës plot në mënyrë punës denjë, në mënyrë të plot nuk e kanë të përfshirë. Zoti Hoxha, sot është sigurisht një majë dhe një pjesë e mirë e parafrojnë me një fest, pra madje mund të gëzojnë ditën e pushimit. Lexova sot një status ku thuaj gëzuar të gjithë punëtorëve sot, por jo ty që punon në privat. Pra ideja është që të gjithë ata që punojnë në sektorin privat sot janë në punë. Sa din ti ruajnë edhe ti kërkojnë të drejtat e tyre sot një qytetar shqiptar dhe ku duhet të drejtohet, sepse shpeshherë ne dëgjojmë edhe persona të cilët ndoshta edhe nuk paguhen për ditët e tyre të pushimit, ndoshta edhe nuk u paguhen pagesat, orët shtesë. Ndoshta ka që marrin akoma me dy pagesa, dy bërderë, një të formale dhe një informale. Pra, ka forma nga më të ndryshmet. Ku duhet të drejtohet? Ku duhet të trokas? Si mund ta zgjidh këtë ngërç? Edhe a është ky fenomen sot për fat të keq ende pjesë e kësaj shoqërie? Jo më kot ka dalë kjo thënie, sepse gjithmonë sektori privat vuan nga mungesat themi e respektimit të lejeve ose të përsaktimeve të kodit punës sa i përket standardeve të punës. Për shembull, sot është ditë pushimi, por përgjithsisht në sektorin privat shumica punon. Dhe madje edhe kur punon jashtë orarit nuk paguhet për orë shtesë. Janë shfaqje huaj për punëdhënësit shqiptar në përgjithësi, dhënia e pagesës për punën jashtë orarit, ose puna e natës, që paguhet me një pagesë ekstra që janë përcaktuar qartë, tonë në kodin e punës që prej 1995-s. Dhe meqense këto gjëra ndodhin në praktik, ka dalë dhe kjo thënie dhe shumë e vërtet që shumica e sektorit privat sot gjendet në punë. Punojësit e ndërtimit sot, po të shkoni, të shikoni, do i keni duke punuar. Ndërkohë punojësit e fasonerive janë po ashtu, punojësit e shërbimeve, punojësit e turizmit që sapo, sidomos tani që është fillim i sezonit veror, janë në përgatitje dhe nuk e njohin si ditë pushimi këtë ditë në 1 majit, ashtu si kundër e njohin pjesa e administratës apo pjesa e publike që e respekton. Jo se nuk e din, shumica prej tyre e din, por janë të presionuar, le të themi, nga punëdhënësi dhe të detyruar që të dalin në punë. Kjo është për të ardhur keq pastaj, Dhe ky është një problem. Si adresohet kjo? Kjo adresohet në disa mënyra, po dy janë më kryesore. Dhe para është që adresimi më i thjeshtë është adresimi ligjor. Do duhet që të gjithë punojësit të mund të drejtohen Inspektoratit Punës. Inspektorati i Punës është ai që ka detyrimin ligjor që të kontrollojë zbatueshmërinë e legjislacionit të punës në praktik. Kjo është ajo gjëja më e thjeshtë. Madje ata kanë dhe kanale online, mundet të ruhet anonimati dhe e kanë kjo është shumë e rëndësishme sepse çdo kush që është në një marrëdhënie pune stepet ose nuk guxon për ta bërë një gjë të tillë sepse me emër me mbiemër mund të humbas vendin e punës, Këta e kanë Inspektorati i Punës anonimatin, mund ta themi këtë gjë. Sepse ne kemi kontakte drejt për drejt në fakt dhe kjo duhet përshëndetur. Inspektorati i Punës ka një përmirësim të punës pavarësisht problematikave, aksidenteve në punë e tjerë. Por ruajtja e anonimatit nuk ndodh në shumë vende të rajonit që të bëhet kjo lloj praktike. Ku punojësi mundet të bëjë një ankesë dhe të ruhet anonimati. Ndonjëherë dhe mund të krijojnë problematika për shkak të disa inspektorëve të papërgjegjshëm që mundet ta spionojnë ose kjo mund të ndodhi, por gjithsesi e përgjithshme është kjo. Në shumë raste që ne kemi denoncuar situata ku punojësit
nuk duan që të identifikohen. Ne kam përshtypjen që pjesa dërmuese duhet të jenë të tilla që nuk duan, shumica, po nëse të gjithë nuk duan të identifikohen sepse ata janë një marrëdhënie pune dhe nëse fillon një krizje përplasje do krijojnë probleme. Të vetmi që nuk e kanë problemin në këtë rast janë ata që ndërkohë janë të larguar, janë shkelur një drejt, po janë të larguar nga puna. Ata se kanë problem, ata vazhdojnë procesin, shkojnë deri në gjykatë. Por në rastin kur ata janë në punë nuk duan që të identifikohen. Dhe ne kemi përdorur dy mënyra. Mënyra e parë është që ne kemi asistuar ata që ta bëjnë ankimin tek Inspektorati i Punës, sepse Inspektorati ka drejtori rajonale, nuk është vetëm Tirani, drejtoria e përgjithshme. Dhe ajo tjetra është që ne kemi marrë ankesën e tyre dhe në emrin ton kemi bërë ankesën, si qendër për drejtat në punë. E kemi bërë këtë dhe e bëjmë vazhdimisht, cili do punonjës, grup punonjësish mundësisht, që ka një problematikë të tillë, nëse na drejtohet ne, CLR.al është website-i jonë dhe kemi të gjitha kontaktet, ne mundet në totalisht falas mund të adresojmë dhe mund të ndikim deri në zgjidhje situatën. Sigurisht në përgjykata nuk mund të shkojmë me çdo lloj rasti se do duhen shumë punonjës që të merren dhe nuk është mundësia, por disa raste kolektive ne kemi çuar edhe në gjykatë dhe kemi procese që kemi fituar dhe kemi disa procese që janë në vazhdim. Po, konstatoni ka edhe një mënyrë tjetër që ata mundet të adresojnë problematikat e tyre, që është pikërisht kjo organizimi sindikal. Organizimi sindikal dhe pikërisht unioni, prandaj është këtu që të bëj këtë lloj sensibilizimi te punonjësit dhe të asistoj ata ose të orientoj që ata të organizohen në vendin e punës. Por çfarë ndodh me këta punëmarrës, pra? Sa janë ndërgjegjësuar, sa ka ndryshuar kjo ndër vite, se un kam përshtypjen që jemi akoma tek s'dim të lexojmë kontratën. Hedhim firmë pa lexuar të gjitha të drejtat dhe detyrat. Pikërisht detyrimet. Tu ka probleme shumë të mëdha, sidomos në sektorin në punëtori, kur shkon në sektorin e çdo shërbimi për shembull, sidomos në sektorin privat, që shpesh herë nuk u jepet as kontrata e punës, që është aja nga korniza ligjore, është aja e një marrëdhënie, një raporti juridik që punëdhënës punëmarrës dhe aty kupton çfarë të drejtash dhe detyrimesh ke. Ne tani së fundi para 3 ditësh si Unioni i Sindikatave bashkë me Qendrën për Drejtat në Punë negociuam me punëdhënësit bashkë dhe me Bashkinë e Elbasanit për punonjësit e pastrimit, sepse ata nuk kanë kontratën e punës. Do të thonë kanë kaq vite që punojnë dhe nuk dinë të drejtat e tyre. Dhe ne po negocionim bashkë me ta në lidhje me faktin e orëve të punës. Dhe në fakt ne të gjithë aty ishin dakord që ose më mirë po diskutonim që nëse ata punonin 6, punonin 8 orë apo punonin 4 orë. Pra ne s'kishim kontratën e punës për këta punëtor, që do të thotë si mund të negociosh, si mund të ketë dialog social këtu, që është një detyrim ligjor fillestar ku një punëtor duhet brenda që ditën e parë të lidh kontratën e punës. Dhe këtu është roli i sindikatës, sepse ne kemi kapacitetet e duhura, stafin e dur, përvojën e dur, liderat, koordinatorët tanë në çdo vend të Shqipërisë janë të trajnuar për të bërë të mundur negociatat kësaj natyre. Sepse një punëtor përballë punëdhënësit është i pafuqishëm. S'mundet që të zgjidh problemin e tij. Dhe nëse fillon një aktivitet sindikalist, mundet që edhe të nesmen të përfundojë në rrugë. Në shumë raste për ata punëdhënës në sektorin privat që shpesh herë janë dhe arrogante, trajtojnë biznesin e tyre si një gjë të paprekshme nga ana ligjore. Dhe në fakt nuk është ashtu. Sepse çdo biznes ka detyrimet ligjore për të siguruar punonjësit me sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Ka detyrimin për t'i dhënë një kontratë të shkruar me drejta dhe detyrime sipas kodit të punës. Ka të drejtë që kjo pagë të jetë reale dhe kjo të reflektohet edhe kur i hidhet në bankë, jo të punoj me 2 standarde. Ka një formalizim pa diskutim që mos e shohim vetëm grip, por sensibilizimi lë shumë për të dëshiruar. Punëtorët nuk po vrasin frikën të dalin nga ajo guacka e tyre e të qenit mirë për vete. Dhe ta kemi mirë me punëdhënësin. Jo, të gjithë duhet të organizohen sikur jo dhe në sindikatat, të ketë një seksion të posaçëm, një strukturë të posaçme që 10 punëtorë aty i kërkojnë të drejtat dhe kanë zgjedhur një përfaqësues të tyre që mund të bashkëpunojë me ne. Dhe ne i japim asistencë juridike falas në të gjitha shkallët e gjyqësorit për të gjitha llojet e problematikave kolektive. Duhet ta theksojmë këtë gjë.
Nëse janë 20, 30 punonjës, 40 punonjës, kanë të njëjtën problematik, ne mundet i përfaqësojmë ata, siç kemi patur shumë raste në sektorin e fasonerisë, janë larguar me një urdhër, me një treguar të gishtit, janë larguar gjithë nga puna, dhe çka bërë ky fasoneri, ka hapur në emër të djalit apo të nipit vet, një fasoneri tjetër për të shmangur taksat e tatimet, dhe ndërkohë punëtorët i ka lënë në rrugë pa ju dhënë pagat për 6 muaj apo një vit resht. Keq. Profesor, si mund të shërbej ky studim që në një të ardhme të kemi qytetar të informuar mbi atë çfarë kërkojnë, mbi të drejtat e tyre një herë në radhë parë për punën, për një punë të denjë, por gjithashtu edhe për të shërbyer mbase edhe për partitë politike si një shembull shumë i mirë që ndoshta në fushatat e ardhshme pse jo ta kenë ashtu siç duhet atë platformën e tyre për sa i përket mundësive. Mendoj që kombet i rregullojnë elitat dhe partitë politike kanë marrë këtë status që t'jenë elitat që vënë lëvizje shoqërinë. Kështu që ky raport, por edhe një raport i mparshëm, që nuk e kam bërë unë, po e ka bërë një ekspert tjetër, ju ka vajtur partive politike, varet në ndërgjegjen e tyre, në emancipimin e tyre për ta konsideruar raportin, për të bashkëpunuar me sindikatat, me qendrat për të drejtat në punë, në mënyrë që t'i jepet një vëmendje e shtuar, e vazhdueshme, e qëndrueshme konceptit punës denjë, dhe sidomos në sektorin privat, se në sektorin publik është pak e vështirë, por edhe në sektorin publik ka probleme të dinjitetit në punë, si që ishte për shembull gjatë kohës që ju flisnit më kujtua raporti fundit i OSBE-Odirit që thoshte që presionet në administrat janë akoma një shqetësim në Shqipëri. Dhe kjo është një gjë, presioni politik në administrat është një gjë që cënon dinjitetin e atij që punon në administrat. Kështu që nëse drejtuesit e partive politike do ta marrin konsiderat këtë studim, sigurisht edhe do ta konsiderojnë, do ta vlerësojnë, do ta implementojnë, sigurisht që do t'i shërbej Po ka gjasa për reflektim, profesor, meqense janë bërë dhe studime të tjera? Po, unë mendoj që ka gjasa për reflektim dhe me që kemi këtu zotrinj që janë në anën e punëtorëve, këta duhet jenë më këmbgulës, të rrinë tek dyert e selive politike, partive politike, ata që mëtojnë të marrin pushtetin, që ta imponojnë këtë gjë. Profesor, se fjala shfrytëzim nuk është shumë e duhur dhe e denjë, po nuk më vjen një fjalë tjetër. Dua të shfrytëzoj pak analizën tuaj të hollë edhe mendimin tuaj troçist. Në këto 35 vite politika nuk ka dashur apo nuk ka ditur? Në fakt unë mendoj që nuk ka dashur. Nuk ka ditur, besoj që i fyej më shumë, po të them që nuk ka ditur, dhe realisht nuk besoj që ata nuk kanë ditur. Nuk kanë dashur për rrethana që ata e justifikojnë vendimet që kanë marrë, por unë mendoj që nuk kanë dashur. Uroj të duan dhe të sjellin ndryshimin, sepse studimi është me shumë vlerë dhe secili nga ne patjetër që preket edhe do që të jetë i mbrojtur dhe dinjitoz në punën në vendin e punës. Ju falenderojmë shumë për studimin dhe për gjithë analizën që na. Unë ju falenderoj për hapësirën që krijuat. E meritoni. Faleminderit. Do të shkojmë në një tjetër moment apo jo? Do të ndahemi me publicitet edhe më pas do të rikthehemi sërish në studio me një lidhje Skype.